Gjykata e Korçës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Nikola Sagollin dhe David Priftin, të arrestuar për plagosjen me armë zjarri të Brian Syzos, ngjarje e ndodhur pak ditë më parë në Pogradec. Gjatë seancës gjyqësore, Nikola Sagolli ka pranuar se ka qenë ai që ka qelluar me armë, por ka mohuar se ka pasur qëllim ta vriste të riun. E bëra, e godita, por jo me qëllim për ta vrarë. E godita në këmbë që ai të kuptonte çfarë do të thotë të plagosësh dikë. Siç më ranë mua dhe më plagosën me thik vitin e kaluar. Kam qenë vetëm në makinë. Sipas tij, ngjarja lidhet me një konflikt të mëparshëm, duke pretenduar se vëllai Brian Syzos e kishte dhunuar dhe plagosur me thik një vit më parë, çka sipas Sagollit e shtyu të hakmerrej. Nga ana tjetër, David Prifti nuk e ka pranuar akuzën. Ai ka deklaruar se në momentin e ngjarjes nuk ndodhej me Nikola Sagollin, por ishte në një vend tjetër, duke mohuar çdo përfshirje në plagosje. Pavarësisht pretendimeve të dyshuarve, gjykata e Korçës vendosi ndaj tyre masën e sigurisë arrest me burg bashkë me 2 të shpallurit në kërkim, Edison Agolli dhe Mehardi Berberi. Policia ka zbuluar se vëllezërit Agolli kishin vendosur dhe një kamerë në afërsi të burgut të Drenovës për të vëzhguar lëvizjet e Brian Syzos dhe për ta sulmuar në momentin që ai do të shkonte të takonte vëllain e tij, Sindi Syzo. Ky fundit vuan dënimin për plagosjen me thik të Nikola Agollit në një berberhane. Pikërisht kjo ngjarje mendohet të jetë edhe shkaku i atentatit të disa ditëve më parë.